Edhe këtë vit, Korça mbetet qyteti më i kërkuar nga turiste huaj, kryesisht nga Europa perëndimore. Në rrugët e Korçës është bërë zakonshme prania e turistëve gjermanë e francezë, të cilët shprehen se Korça është pjesë e lëvizjeve të tyre në Shqipëri. Hera e parë në Shqipëri që vi, po kënaqemi shumë. Na zuri shiu, por qyteti është i bukur. Ishim nëpër Shqipëri, erdhëm në Korçë. Natyra, njerëzit, çmimet janë të mrekullueshme. Rrugicat e vjetra janë mahnitse. Vim nga Gjermania, është hera e parë për ne në Shqipëri. Koha e keqe, por gjithsesi u kënaqëm me lëvizjen në qytet. Pazari i vjetër që nga shumë i bukur, shqiptarët shumë mikpritës. Kjo është familja franceze Bekua, të cilët janë për herë të parë në Korçë. Edhe ata po udhëtojnë nëpër botë dhe pjesa e udhëtimit të tyre është vendi ynë. Jemi një familje nga Franca, vendosëm të udhëtojmë. Erdhëm në Shqipëri, natyra që nga e bukur, ishim në liçenin e Prespës. Tani jemi në Korçë, pazari, kisha, ushqimet, muzeu, shumë të bukura. Më pëlqen Shqipëria. Sot do vizitojmë fabrikën e birrës dhe jam i sigurt që do të rikthehemi përsëri. Operatorët turistik bëjnë me di se këtë vit kanë rezervime 10% më shumë me turistë huaj se një vit më parë.